pejgamberi jon alayhis salam e ka taku një musliman në periudhën e tij të marr abdes. Edhe ai muslimani u kon të shpenzu shumë. Ka harxhu ujë të marr abdes. Pejgamberi thon kurse ujin i ka thon ai po edhe në abdes du të me kursy ujë, edhe kur të marrësh abdes, domthon ai e ka ndërlidhur që është punë rituali kjo, edhe këtu du të me kursye. Pejgamberi ka thonë jo te abdesi, po edhe nëse je të marr abdes në lum du të me kursy ujë. Se kursimi du të me qenë, domethënë kujdesi ndaj ujit du të me qenë kulturë. Edhe në ritual, edhe në lum, edhe kudo, domethënë du të më kujdes për ujin. Du të më kujdes për drojt. Domethënë në adim për shembull kujdesi, për shembull pejgamberi kur i nis lufta ka pas një pjesë e porositos mos preni droj. Domethënë tash shtrohet një pyetje pse? Sepse janë, si thuhet shpesh, janë 3 shtëpi që njeriu duhet të kujdes për to. Është shtëpia toka, është shtëpia gjithë neve. E dyta është mendja. Domethënë ne duhet patjetër mu kujdes për shëndetin mendor. Edhe e treta është trupi. Shtohet një pyetje, çush i ndërlidhim këto me fe? Po nëse këto rrënohen, s'mo të ketë fe mo. Nëse ti nuk je mirë me shëndet, nëse ti nuk kujdesi për shëndetin, shtohet një pyetje, çush kemi kry, domethënë në çfarë forme kemi qenë i përkushtuar ndaj Zotit? Shumica e përkushtimeve ndaj Zotit janë edhe fizike, nuk janë vetëm shpirtërore ose tjetra, për shembull aspekti mendor, shëndeti mendor. Domethënë çdo gjë këtë botë në raport edhe me një tjetër, në raport edhe me natyrën, ndërtohet mbi bazën e domethënë mendjes. Edhe këto zhvillime që deri sot i ka bën njeriu janë mbi bazën e mendjes tij, u. Edhe ka njerëzit një gjë shpesh edhe ngatrojnë, sidomos këto kohë që po jetojnë. Pse feja s'po zbulon, dyshysh janë ngarkojnë fesë detyrën që ajo duhet me prodhu fabrika, duhet me prodhu, domethënë është absurde. Feja është me eduku njeriu, e njeriu është me prodhu pastaj me gjeneru civilizim, domethënë industrie, prodhime, shpikje, zbulime kështu me radhë. Feja merret me njeriu, e njeriu pastaj duhet të shpik. Domethënë patjetër çësia jon, shihni për shembull nëse e thjeshtojmë edhe pak. Për shembull, nëse shqiptar, kushdo që hin vendin ton, edhe e sheh vendin ton, nëse i sheh rrugët, parqet, çdo pjesë publike, për shembull, ka berllog, domethënë njerëzit nuk kujdesen, dyqysh është si e lan shkreta, kupton. Me hi në shtëpi atina, ai e ka aty si xhenet, e ka burrin e tij, kujdeset e mirëmban 100%. Për shembull, kur të kthehesh ti problemi, ky është problem në pikpamje, ky është problem i thellë. Pse është problemi? Se kjo e shpërfaq faktin se çysh e shohim na prunën private dhe çysh e shohim prunën publike. Edhe tash, çdo gjë që është prunë publike, domethënë na nuk nim përgjegjësi për të. Ndërka çdo gjë që është private, edhe e keni vërejt, çdo gjë që është private e zhvillohet, çdo gjë që është publike rrënohet, shkatërrohet. Ku është problemi në esencë? Problemi është domethënë në pikpamje dhe kjo pikpamje tash a ka rol feja në ndryshimin e kësaj pikpamje? Absolutisht ka drejt.